Mirë të ndëruar teleshikues, kemi ndjekur deri në këto momente dhe fjalën e sekretarit përgjithshëm të Partisë Demokratike zotit Flamur Noka i pranishëm në protestën e thirrur dhe të paralemëruar nga vetë Partia Demokratike në një ditë kur në kryeqytetin shqiptar kemi dhe 47 liderët europian të cilët marrin pjesë në kuadër të samitit komunitetit politik europian. Jo më kohë protesta është zhvilluar ditën e sotme, kjo në një farë mënyrë për t'i treguar Europës dhe ndërkombëtarëve farsën elektorale, siç e cilëson kryetari i Partisë Demokratike zoti Berisha, por njëkohësisht edhe e gjithë forca politike që ky i fundit drejton. Sa i takon të gjitha këtyre zhvillimeve, me mua në studio është të bashkuar zoti Ëngjëll Musaj, drejtori i gazetës Telegraf. Zoti Musaj, përshëndetje, faleminderit që jeni sot faksion. Faleminderit. Si keni parë këto zhvillime? Shqipëria është bërë kryeqendra e vëmendjes së Europës për shkak të pranisë së 47 liderëve europian për një sër çështjesh të caktuara. Kemi padur në Tiranë edhe presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, pasi një nga tryezat e këtij samiti ka qenë edhe siguria e Europës, por edhe çështja e luftës në Ukrainë. Ndërkohë nga ana tjetër kemi protestën e cila zhvillohet në një farë sensibilizimi për t'i treguar ndërkombëtarëve që votat në Shqipëri në procesin zgjedhor janë vjedhur. Në qoftë se bëjmë një panoramim të qartë të gjithë kësaj situate, me çfarë kemi të bëjmë? Nëse do t'i marrim të shkëputura, secila ka vendin e vet dhe ka rolin e vet dhe ka specifikën e vet dhe pse jo meriton dhe vëmendjen e vet. Në rast se do t'i shohim në aspektin global, padyshim që zhvillimi i aktivitetit të Komitetit Politik Evropian, se kjo disa e keq kuptojnë e quajnë mblidhet Bashkimi Evropian, mblidhet Këshilli i Europës, mblidhet Parlamenti Evropian, mblidhet strukturat europiane që do na ofrojnë, jo. Në mënyrë kategorike, ky është Komuniteti Politik Evropian. Komiteti Politik Evropian është në përbërje, kanë përbërje vetë rreth 47 vende, bides tani kanë arritur bashkë me strukturat e tjera të disa nga vendet të cilat nuk kanë qenë ndërmjetëse, euroaziatike, ka vajtur diku te 52 sot në mos gaboj. Dhe sigurisht që është një PR shumë i mirë edhe për vendin, edhe për Shqipërinë, se në fundit ajo që neve duhet të na lartësojë është që në këtë vend duhet të ecë ngjëra, në këtë vend të ketë qetësi, në këtë vend njerëzit nuk duhet, investitorët e huaj nuk duhet vinë me frikë të shikojnë që ja vlen të investosh atje apo nuk ja vlen. Qoftë për sa i përket korrupsionit, krimit, në të cilat ne të gjitha raportet e Bashkimit Evropian dhe SBA-s jemi të lakuar. Por nga ana tjetër, ardhja e këtyre e zhvillimi këtij lloji samiti, eventi, është një rëndësie shumë të veçantë. Sepse të vinë përfaqësuesi të gjithë vendeve të Europës, të vinë gjitha mediat europiane dhe ato me gjerë, do të thotë që ka një vëmendje të theksuar, aq më tepër ajo që theksuat ju me drejt, që takimi zhvillohet në Shqipëri, Shqipëria merr atë që është si ajo qeshia mbi atë tortën, pavarësisht se në këtë takim ka dhe një qëllim shumë të madh strategjik, është që është gjetur pikërisht Shqipëria, një vend në mes të Europës, një vend që midis lindjes dhe perëndimit është konsideruar dikur dhe që do diskutohet për çështjen madhore siç është çështja e Ukrainës, dhe jo pa qëllim Zelenski nga mbrëm që ishte në Ankara, sot ka mbërritur në Tiranë, ashtu sikurse edhe shumë liderë të tjerë, Erdogan po ashtu ka qenë në me sy dhe me vesh tek mbledhja që do zhvillohej 2-3 orë që madje ka përfunduar para një ore në Ankara, mbërritje në Tiranë, dhe kjo është një gjë mirë për sa i përket imazhit absolutisht. Por duhet kemi një gjë parasysh, e thash jo pa qëllim, çfarë do lloji aktiviteti, jo ky i nivelit politik që kanë ardhur udhëheqësit më të lartë, por edhe një event sportiv, kulturor, çfarëdo që të zhvillohet, që është për mirë, që i shërben paraqitjes së paqshme dhe zbukurimit, i bën vlera edhe vendit tonë. Unë më duhet të them që ne duhet të sqarojmë që kjo ka dhe problematikat brenda, kjo lloj aktiviteti, se kjo është pjesa e mirë që thamë ne, po pjesa tjetër është që a përfaqëson, a është e gatshme Bashkimi Evropian dhe vendet e Bashkimit Evropian, se mos harrojmë që janë diku tek 22 vende kanë ardhur sot nga vendet e Bashkimit Evropian që përfaqësohen, a janë të gatshme dhe a do e pranojnë që Shqipëria të i bëhet pjesë
e Bashkimit Evropian, gjithmonë duke plotësuar ato kriteret e përcaktuara sot, edhe një 10 vjet të shkuara që kur u vendosën kriteret për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kam përshtypjen nuk është më shumë çështje kriteresh dhe kushtesh, sesa është mbase edhe një çështje pëlqyeshmërie, sepse ne e dim që edhe nëse ne i plotësojmë gjitha kushtet, njëri prej vendeve ta mohoj futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne nuk futemi dot. Absolutisht jam dakord, por mendoj që kjo që aty është tërësisht e vërtet, se po të jetë puna për sa i përket kritereve, ne mund të kemi Serbia është shumë lartë se sa ne në të gjitha drejtimet. Për sa i përket çështjeve sociale, ekonomike, infrastrukturës, zhvillimit, pastaj tek pjesa e të drejtave të njerëzit çalon, por nuk kemi dhe ne pak që çalojmë edhe ne më shumë, se në të gjitha raportet e vetme gjë që ne diskutohet është problemi i çështjeve të drejtave të lirive të njerëzit, problemi i çështjeve të pronës. Serbët e kanë të zgjidhur, Maqedonësit e kanë zgjidhur, Malizia e ka zgjidhur. Nuk ka vend në Europë, përveç Shqipërisë, që çështjen e pronës nuk e ka zgjidhur. Pra këtu kujt të doj qefi, ta merr pronën dhe thotë më duhet për investitor strategjik për zhvillim ta merr. Do të japu një shembull, brapa 15 kaçit, e gjithë tokat pronarve u është marrë, pronarve vendalin Tiranës, dhe u janë dhënë ca qindarka të cilët i kanë çuar gjitha në përgjyqjen në Strasburg. Pse? Se na duhet për investitor strategjik. Po për çfarë duhet? Jo për investitor strategjik, për zhvillim strategjik të vendit, po. Pa nëse ti do ta marrësh pronën tënde dhe të më japësh mua që të bëj unë një kull, po kullën e bëhet ti, pse ta bëj unë? Dhe ja atë kemi, ne që janë ndërtuar kulla. E mora si shembull këtë. Janë të drejtat e njerëzit, të cilat janë të prekura. Liria e shtypit të medias. Ja atë pam edhe në fushat elektorale. Pra të vej gazetari, i cili bën punën dhe ka misionin e vet, dhe le të shikoj të majtas dhe djathtas, qendrën poshtë dhe lart, çfarë të doj. Misioni i gazetarit ai është që të shikojë me pamësi, me vërtetësi dhe të raportojë atë që shikon, në mënyrë që gjithë publiku të orientohet dhe ta shikojë gazetarin dhe mediat si një diçka të paanshme për te partive dhe mendimit politik të klasës politike. Por kur gazetari reflekton, kur gazetari pasqyron diçka dhe ti i sulesh gazetarit, ato se ta ka fajin gazetarit se ti vetëm merr të dhënat personale të individëve apo vjet apo se nuk mbron dot votën tënde në fundit, sa ka fajin gazetari dhe i turret gjithë gazetarit. Pase ka dhe një përgjegjësi. Politikani kur flet duhet mendohet mirë, sepse pastaj do të përballohet me analizën e gazetarit që ka thënë këtë premtim pse nuk e ka mbajtur dhe bota jashtë vetëm për një fjalë goje japin dorëheqje. Por thoni këtë zoti Musaj keni ndërmend dhe lini të nënkuptohet atë se çfarë thanë drejtuesit politik të qarqeve në mbledhjen urgjente të thirrur nga Partia Demokratike dhe kryetari i saj. Po patjetër edhe ajo qëndron. Se patim për të së një gjuhë arrogancë të përdorur nga drejtuesit politik duke u konfrontuar në mënyrë verbale me të gjithë kolegët tanë gazetarë, të cilët kanë qenë të lodhur për 4 ditë të radhas duke ndjekur proceset e duke raportuar të gjitha dhe në fund përballen me një gjuhë të ashpër. Pa dashur që të bëj avokatin e askujt, por në fund të ditës gazetari meriton një përgjigje, sepse në fund të ditës është zëri i qytetarit. Jam plotësisht dakord me këtë që juve formuluat, që pavarësisht nga kërkesave emocionale, nervat nuk duhet t'i lënë aq më tepër politikanët, misioni i cilëve është që me shumë qetësi dhe me shumë maturi dhe me shumë përgjegjësi duhet të analizoj gjërat dhe duhet të reflektoj, qoftë edhe tek pyetja e gazetarit, e cila vërtet mund t'i duket tendencioze, por gazetarit mund të ashtu e shikon në këndvështrimin e vet. Pra, neve një pyetje krejt ndryshe ja bëjmë opozitës, krejt ndryshe ja bëjmë pozitës. Secilit në variantin e vet do të japi përgjigjen e vet, por kjo nuk do të thotë se ne i themi që pse nuk e mbrojtë votën. Përse nuk vendoset kritere të forta përpara se të vini në procesin zgjedhor. Pastaj ti mund t'i thosh dhe opozitës, juve pse përdoret të dhënat personale, pse bëdhat shpërblim për pensionistët, pse i morët njerëzit dhe ju ofruat para në këmbim të votës, pse përdoret policinë dhe policia ishte nga dishmëri të gjithë edhe votuesit më të fundit për të cilën mendoni se ishe i palestënë, ndërkohë që kur e kërkonte drejtuesi politik i partisë, siç ishte rasti Belin Ballukut te Tirana e Re, nuk dejoi një orë të vinte policia dhe nxirrte lloj justifikimesh, kur policia duhet të jetë e paftë. Pra ka nga gjitha llojet dhe askush, por në fund askush nuk e justifikon dot
që ashpërsia ndaj gazetarëve të shprehet, a thua se ja ka fajin gazetari për ato rezultat që mori, apo për ato ngjarje që ndodhi, apo për ato padrejtësi që ndodhi. Duke qenë se sot ne jemi në një event shumë të rëndësishëm me mbledhjen e grupit të Komunitetit Politik Evropian, të samitit Komitetit Politik Evropian edhe të liderëve të vendeve të Bashkimit Evropian, duhet të kuptuar që ky nuk është një samit që përfaqëson strukturat europiane. Ky është një samit si shumë që më shumë përfaqëson një lloj shoqërie e cila ka emrin Komitet Politik Evropian, por nuk është se ka lidhje apo ka të bëjë apo ka ndikim te strukturat e Bashkimit Evropian. Prandaj doja ta theksoja me shumë vëmendje sepse ka një lloj kakofonie që kanë ardhur këta dhe këta janë pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, të gjithë këta që kanë ardhur sot, sigurisht që të gjithë kanë fuqinë e tyre vendimarrëse në vendet e Bashkimit Evropian, por janë të ndara Komiteti Politik Evropian, i cili ka ardhur sot në Tiranë, me Bashkimin Evropian. Pra me pak fjalë që janë dy gjëra të thjesht nuk përfaqëson strukturat kyçe të Bashkimit sepse Evropian. Në vitin 2022 ky ka qenë një propozim i Macron, i cili kërkoi ngritjen e Komitetit Politik Evropian me përfaqësimin e sa më shumë vendeve të Bashkimit Evropian. Shqipëria për fat e ka përqafuar e para dhe kryeministri Rama ka qenë i pari i cili ka mbështetur ngritjen e kësaj strukture nën influencën e qeverisë franceze, e shtetit francez dhe e presidentit Macron, dhe kjo ishte arsye që Shqipëria zuri dhe radhën për organizimin. Organizimi i këtyre eventeve si rregull bëhet 2 herë në vit, një herë bëhet në një nga kryeqytetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe një herë bëhet në vendet të cilat janë pjesë e Europës, por nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian. Për herë të parë, ky samit u zhvillua në vitin 2022 në Prag, ndërsa në vend si vend i Bashkimit Evropian dhe për herë të dytë u zhvillua në Moldavi në 2023. Tani më thuaj, Moldavia ka aq shumë probleme me zgjedhjen e presidentit, me zgjedhjet e përgjithshme, saqë nuk e dim që a ka përfituar gjë Polonia, ajo Moldavia nga zhvillimi i këtij aktiviteti që është bërë në 2023, e njëjta gjë është edhe për Shqipërinë. Shumica analistëve sot, unë i kam ndjekur me shumë vëmendje analistët e vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë sjellë janë dhe pjesë e shumë institucioneve dhe mediave, të cilët janë edhe përfaqësuar në Tiranë, e konsideronin jo të paqëllimshëm dhe jo të rastësishëm zhvillimin e këtij eventi pikërisht në Shqipëri, pikërisht një javë mbas zgjedhjeve. Pra, më shumë ishte një suport për t'i dhënë një lloj fuqie dhe vlere Shqipërisë mbas zgjedhjeve të përgjithshme, pa e ditur ata se çfarë zgjedhjesh do bëshin Shqipëria, a do kishte probleme as mund mos kishte, a do fitonte Rama apo do fitonte Berisha, për këtë sepse kjo ishte paraqituar kohë më parë, por fakti është që kjo ishte më tepër për t'i dhënë një lloj fuqie dhe një lloj mbështetje qeverisjes aktuale. Ndërkohë, zoti Musaj, në një farë mënyre, ky samit i Komunitetit Politik Evropian a e njeh këto zgjedhje për të shuar këto zërat lart e poshtë, a e konfirmon sërish të zotin Rama në krye të qeverisë së ardhshme për 4 vitet e ardhshme? Absolutisht që sepse kërkohet dorëheqje. Ta përfaqësuesit e këtyre vendeve të Bashkimit Evropian, që ne po diskutojmë, kur bëhet fjalë për Macron, për kryeministrin anglez, kryeministrin gjerman, kryeministrin italiane, në fundit ata kanë fuqi. Ata kanë fuqi në vendin e tyre dhe kanë fuqi në vendimarrjen e vendit të tyre. Dhe po thanë ata, dhe nuk ka rëndësi se ku e thonë. Qoftë ata e thonë me kostumin e kryeministrit të vendit në cilët kanë ardhur, a e thonë në Tiranë, a e thonë në këtë mbledhjen e Komitetit Politikave Evropiane, a e thonë diku tjetër, nuk ka rëndësi. Ata përfaqësojnë shtetin e tyre dhe vendimarrjen e tyre dhe çdo thënie e tyre ka vlera të jashtëzakonshme politike, po ka dhe vlera ligjore për sa i përket njohjes nga ana e shtetit të tyre. Kështu që detyrimisht gjithkush nga ata që e ka shprehur vendimarrjen që urimin për kryeministrin Rama, detyrimisht që ajo ka vlerë. Ka vlerë sepse nuk ka rëndësi, e thamë Tiranë, do ta thot para mbledhjes. Këto urime e shuajnë akuzën e opozitës e cila thekson dhe duket sikur i ka kthyer syt nga ndërkombëtarët
për t'i kërkuar mos njohjen e këtyre zgjedhjeve? Se kam përshtypjen tash më duket sikur gjithçka ka marrë fund me të gjithë këta lider që ne kemi sot në Shqipëri, në kryeqytetin shqiptar, me mënyrën dhe qasjen e tyre kundrejt kryeministrit të vendit Rama dhe me urimet që i kanë bërë që pas 12 majt, atëherë kur doli projeksioni i sakt i procesit zgjedhor. Por që ne e dinim edhe përpara që do dilte kështu. Do ta bëjmë vonë pyetje për këtë çështje. Po nuk e dinim që do dilte kaq, domethënë. Problemi është që absolutisht që thashë një herë vlera dhe potenciali i këtyre liderëve në vendet e tyre, po edhe forca e tyre në Bashkimin Evropian ka forcë dhe ka peshë. Sigurisht që ata i kanë bërë të gjithë këto përgëzime, urime, vlerësime në emër të shteteve të cilët përfaqësojnë. Dhe në fund Bashkimi Evropian që është bashkim i pikërisht i vendeve të Europës. Dhe vendimarrja e Bashkimit Evropian mund të jetë politike në fundit, mund të jetë strategjike për sa i përket disa sanksione që mund të marrin ata, por vendimarrjen individuale të liderëve politik të vendeve të mëdha, të cilët ata përfaqësojnë e kanë vetë këto vende. Italia nuk do të di se ka apo s'ka Bashkim Evropian, apo ashtu dhe Gjermania. E din që janë pjesë e Bashkimit Evropian, janë ajo kupola e madhe, por në fundit secili shtet vepron në pavarësinë e vet, për sa i përket financave, ekonomisë, ndihmave, mbështetjes e tjera etj. Ndryshe është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ata kanë një president dhe firma e tij ka vlerë absolute në të gjithë territorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ndërsa firma e kryetarit të Parlamentit Evropian nuk ka vlerë në Gjermani. Në kuptimin jo se nuk ka vlerë njohje apo vlerësim, por nuk mundet që kryetari i Parlamentit Evropian, i Këshillit të Europës, më kupton e tjera, të thotë që Gjermania duhet të marrë këtë vendimarrje sepse ndryshe nuk njihet, sepse ka këtë sankcion. Nuk e pyet fare Gjermania, ashtu sikur se nuk e pyet fare edhe Franca, ashtu sikur se nuk e pyet edhe Italia. Unë mendoj një gjë tjetër, që çfarë raporti do ketë edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që duhet një analizë e thelluar, që duhet shkuar gjërat deri në fund, që askush të mos luaj me votat e shqiptarëve, askush të mos përfitojë nga votat e shqiptarëve, që votat e shqiptarëve vej atje ku adreson qytetari i lirë. Kjo është e rëndësishme për ne si shqiptarë, se po vazhduam me këtë gjuhë, do kthehemi sot e 20 vjet më parë, ku këto që ka ndodhur, këto zgjedhje, por edhe zgjedhjet e kaluara, janë mota ato që ka bërë Berisha diku në 96. Pra historia cikli përsëritet. Dhe ne ku jemi në këtë gjendje që jemi sot, që ne diskutojmë së bashku, këtu por aman shqiptarët marrin arratin dhe ikin, vendi është populluar dhe ne sot po diskutojmë, a ishin zgjedhje të drejta apo s'ishin, dhe ne sot duhet të diskutojmë çfarë duhet të bëjnë këto vende që kanë ardhur, qoftë edhe me këtë status që kanë, që neve të na pengojnë emigracionin, jo të na vënë portën që të thonë s'do kaloni ju, se ne jemi pjesë tashmë e njohjes të lëvizjes së lirë me vendet e Bashkimit Evropian. Por çfarë duhet të investojnë ata në Shqipëri, që shqiptarët nuk kanë pse të ikin më jashtë për të punuar. Ku ne dim shumë mirë tani që ka vajtur, po paguhet edhe 800-900.000 euro edhe një pastruese në për hotelet. Kërkon lavazhier, thoshe para kësa ditësh, me pak 750 dhe $800. Po të vesh jashtë, do marrë $700 të paguar qira, 1.500. Por edhe ca shpenzime tjera vajti 1.800. Aty dole, se ke edhe shpintate. Pra, a do bëjmë një diçka neve për çaj përket borxhit, për sa i përket varfërisë, për sa i përket rënies së çmimeve, për sa i përket rritjes së pagave, për sa i përket lëvizjes së lirë, për sa i përket bllokimit të emigrimit duke hapur vende pune si fabrika, uzina, që njerëzit të punësojnë dhe ta ndjejnë veten sigurt për punën e tyre që kanë. Ky është problemi. Nëse ne do diskutojmë që po numërojmë kaq turist, 5 milion, 10 milion, ne dim shumë mirë se sa konsumon një turist që vjen në Shqipëri. Sepse këtë mundësi kemi neve. Dhe ajo as të ngrehet dhe as lëçon. A do të krijojmë ne zinxhirin e turizmit në Shqipëri, si të kemi bujqësinë të fuqishme, që gjithë produktet bujqësore nuk ka nevojë pse t'i vën prita në për pikat kufitare, jo janë me pesticide, jo janë me ashtu, jo janë me këtë, jo janë me këtë, për t'i torturuar. Po gjithë produktet bujqësore të vjen të freskëta dhe bio tek hotelet, tek ai turisti që vjen të vizitojë Shqipërinë, që mund të ketë marrë edhe një shtëpi me qira,
që të gjitha prodhimet vektorale dhe pemtaria të vend të gjitha frutat dhe zarzavatet e perimet të vend të freskëta dhe që ata nuk i kanë parë, që mishit dhe produktet e mishit të jenë të gjitha të freskëta dhe që kanë një tjetër shije me ato që kanë në vendet e tyre. Këtë duhet bëjmë ne, të krijojmë zinxhirin dhe ta çojmë. Po nëse ne nuk e krijojmë këtë zinxhir, për çfarë flasim kot? Ne themi do vëmë në vendet në BE. Do vëmë në BE, po Bashkimi Evropian me fondet i parë ditë ne kemi parasysh, na i ka prerë ka 2 vjet, na ka hequr 250 milionë euro. Pse? Se duan t'i vjedhin, se nuk e çojnë te fshahtari, nuk e çojnë te fermeri, nuk e çojnë naftën tek ai që ka tokën, e çojnë te hajdutët. Dhe ne tek i kemi parë që shumica e politikanëve, kryetarëve të bashkive nënpunëse, kanë marrë miliona, kanë bërë hotele, motele, qendra, s'kan normale fusha para zaptuar. Ja, ky është problemi që duhet ta shqetësojnë ne më shumë. Se sa na shqetëson ajo pjesa tjetër, a e bëri ky mirë apo se bëri, a e kishte apo se kishte. Te ne po të kesh një polici të pavarur, nga cili do fundimtar politik, kushdo i qoftë ai, nëse ne do kemi një prokurori të pavarur, që të mos i dhëmbi koka fare se kush i del përpara me ngjyra, të mos njofi fare asnjë lloj ngjyre, as të kuqe as blu, atë Shqipëria do kishte fluturuar. Do të arrijnë ndonjëherë në ato nivele, se këtu që është problemi, se të dëshirojmë po. Po neve prandaj e bëm këtë të shkret reformën e drejtësisë, që pikërisht që të ndaheshim mirë e mirë nga e kaluara ku politika kishte nën thunder drejtësinë. Jemi ndar apo jemi duke ndjekur të njëjtat ata? Jo, nuk jemi ndar, jemi një lloj siç kemi qenë. Siç fatkeqësisht jemi një lloj. Unë kam prova sa të duash dhe ja marr aq shumë gjëre gjatë me çështjen e reformës së drejtësisë dhe sigurisht që s'është momenti, po nëse ti emëron një gjyqtar me pagesa ose kundrejt pagesës për të kaluar vettingun, me pagesa të majme, mos prit dhe mos shpresoj që ai t'i japi drejtësi, nuk shkon. Prandaj për të kthyer edhe një herë tek çështja që kemi sot dhe që është një event goxha i rëndësishëm, sepse po i shikojmë të dyja momentet, edhe përfaqësuesit e vendeve e nderuar të vendeve të Bashkimit Evropian, por edhe të shteteve të Bashkimit Evropian dhe protestat. Dikush që feston gëzon arritjet duke pritur liderët evropian dhe dikush tjetër që ka të një gjë që ne duhet të mësojmë. Nuk ka asnjë gjë të keqe, nëse dikush proteston, është nivel demokracie. Absolutisht. Pak minuta më herët duke diskutuar më thej që bën mirë dhe është çështje sensitive. Diku unë nuk e pranoj, nëse ti në këtë moment të caktuar, në këtë event të caktuar, do vije, do diqe makina, do hidhje flak, do të tregosh i dhunshëm. Atyre do na ktheshe shumë vite mbrapa dhe do thoshim dakord, protestoj, se është drejta e gjithkujt të protestoj, është drejta e gjithkujt të sensibilizoj, sepse në fund edhe ata nuk e din. Në fund aty u ka çuar informacion dhe i kanë thënë që është kjo situatë dhe kaq. E kemi treguar në këtë studio aty ku keni ju sot me një ish kolegun ton timi dhe tuaj Reza Xhaxhiu të Fox Newsit, nga ata të themeluesit të dikurshëm, të famshëm nga fillimi, dhe diskutoni pikërisht këto momente për sa i përket çështjes së lirisë dhe të demokracisë së fjalës. Sa më shumë të ketë protesta paqësore, të edukuara, të kulturuara, me strategji në të mirë të interesit të qytetarëve dhe të kombit, aq më e frikshme do jetë qeverisja, aq më e frikshme do jetë aq më shumë frikë do ketë qeveria, aq më shumë do ketë frikë individi përfaqësuesi i shtetit i cili kërkon të abuzojë në kurrizë të taksa paguesve. Problemi është që neve duhet të tregojmë të edukuar, të moderuar dhe duhet që me fakte dhe me prova duhet të bindim cilin do shqiptar dhe ndërkombëtar nëse është abuzuar, ku është abuzuar dhe si është abuzuar. Se di çfarë ndodh shpeshherë me perëndimin. Po mirë, si do të jetë ky komunikimi i të gjitha këtyre problematikave në procesin zgjedhor? Pra si do të tentohet që këta qytetarë vërtet ja përcjellin jo ballë për ballë, po në një farë distance liderëve europianë atë se çfarë ka ndodhur apo edhe pretendimet e tyre? Pikërisht, është ajo që ne diskutuam dhe pak më parë, është dokumentimi dhe ti duhet të krijosh një shtab dikur edhe pasi Partia Socialiste kanë në model pjesën edhe tradicionale, edhe të trashëguar të krijimit të shtabeve të cilët sot quhen patronazhist, që te pallate, që te lagje, që te qytete. Më të sofistikuar zoti Musaj, se unë e di që ju flisni drejt. Më të sofistikuar ka Partia Socialiste. Partia Demokratike s'ka fare, nuk di se ku është. Partia Demokratike ka pas rrethe që nuk ka pasur dot, nuk i ka vajtur numëruesi që në fillim, dhe ti s'ke marrë dot në dorëzim proces verbalet. Për hir të vërtetë. Sepse ja kanë mbarur kryetarëve të qarqeve, drejtuese të qarqeve, drejtuese të qarqeve janë bërë si bejlerë dhe dikurshëm. Jo të gjithë, punojnë 2-3 dhe sakrifikojnë dhe përplasen,
dhe të tjerët heshtin. Por pse heshtin dhe ndërkombëtarët tek e fundit, se edhe ndërkombëtarët duhen qetësi. E diti që a mendon ti, po marrim një shembull, në Tropoja, në Skrapar, ku jam unë, ku diun në një fshat të Mallakasrës, e diti që nëse një fshat 10-15 veta bëjnë zhurmë, e djegin shtëpi, e krijojnë trazira dhe një fort i fshatit atje i merr i vë përpara dhe i mban sus. Ti mendon çfarë do të themi ne që jemi në Tiranë? Po shqyqy që pas ka dalë njëri aty që mban të shtrënguar edhe që të mos bëjnë allizhverishe dhe mos bëjnë veprime të palishme. Këtë thonë dhe ata, në fundit ndërkombëtarët. Këtë thonë. Vetëm me 1.7 milion banor, 1.8 apo 2 milion banor, nuk e di 1.9 milion banor që kemi ngel ne, nuk është një problem shumë i madh që të tërhiqet gjithë vëmendja, a thua se ne kemi resurse ekonomike, financiare, ushtarake, të gjitha. Kemi thënë vazhdimisht që mbase ka një luftë të fshehtë dhe të brendshme në Partinë Socialiste, por nga ana tjetër procesi elektoral na tregoi që kemi një luftë të brendshme edhe brenda Partisë Demokratike dhe këtë e them me bindjen më të plotë sepse ma kanë thënë gojarisht dhe në studio një sër kandidatësh të ndryshëm Partisë Demokratike, të cilët theksonin që drejtuesit politik të qarqeve kanë lobuar që emri jonë të mos dilte si deputet. Ne mos merrni mandatin e deputetit. Jo më larg se dje, kolegu jonë i nderuar, njëkohësisht kandidat për deputet Aulon Kalaja, u shpreh bindur se votat e tij janë vjedhur dhe janë manipuluar dhe i ka bërë thirrje spakut që të hetojë këtë proces. Absolutisht, çdo lloj veprimi i cili është në kundërshtim me ligjin kërkon verifikim dhe ndëshkim absolut. Nëse ne do ta lëmë që të trashet, atëherë të njëjtat probleme do të kemi vit pas vitis ose her pas here, sa herë që do të kemi zgjedhje lokale dhe të përgjithshme. Kjo situata e votave për këshilltarët bashkiak dhe për listën e hapur është çik problematike sepse lufta brenda llojit është shumë herë më e rrezikshme. Ju thatë që një të Partia Socialiste kemi menduar. Partia Socialiste vërtet mund të ketë pas dhe ka debate, po kur vjen puna tek starti final dhe të ndeshja finale, ata bëjnë blok dhe i harrojnë të gjitha. Sepse e thonë, e din shumë mirë që partia mbi gjithë. Pasoj e kaq viteve pushtet? Nuk është edhe vetëm thjesht kaq vite pushtet, por edhe trashëgimisë. Sepse shumica atyre që votojnë, e dim shumë mirë, është një armatë e tërë prej rreth 600.000-700.000 pensionistësh, të cilët e din vendin e tyre, mezi presin vim mëngjesi ditës votimeve dhe i quajnë si detyrim që duhet ta kenë mbyllur brenda orës 8-9, sepse është të kaluarës. Ndërsa për sa i përket të djathtës, këtë që aty me të drejtë, ju thatë kaq po mund të numëroj pafund veprime të papërgjegjshme, të pamenduara, të pallogaritura, që nga përfaqësimi i njerëzve, se ti nuk mund të çosh përfaqësues në disa rrethe të cilët nuk i njeh rrethi fare. Nuk i njeh fjalën ku fare. Vetëm thjesht që po gjej një vend unë po çoj X-in në Elbasan, në Berata, ku diun, gjej një vend tjetër ku dushti në Korça, ku diun. Jo, nuk bëhet kështu. Problemi është çfarë e lidh me zonën, me Trevën. Çfarë ka dhënë? Çfarë besimi ka? Pse duhet që ky personazh, ky personalitet, ky zotëri, kjo zonjë duhet të përfaqësoj qarkun filan qark? A bashkon, a ngjit, a ngre? Problemi është që këtë gjë nuk e bëjnë, se nuk duan. Sepse kanë frikë, në atë konceptin tim, kanë frikë që do vënë filanin, që vërtet mund të jetë i dobët, po e kemi besik nuk na shet votën. Bëjnë dyshime të kodit zgjedhor. Vota është e partisë. Këtë herë kodi zgjedhor na ka treguar më së shumti që është një nga kodet më diskriminuese të mundshme. Absolutisht jam plotësisht dakord, prandaj thash do të dilë edhe kjo që është bëjnë dyshime të kod dhe thua, vota është e partisë. Siç e ka shumë vende të botës. Pra nëse unë marr votën si përfaqësues i partisë në listën e qarkut, të mbyllur apo të hapur, në momentin që unë do të iki nga partia, unë dorëzoj mandatin dhe iki. Do të kandidoj pavarur ti nesër. Po do të ikësh. Dhe ju me drejt nitet këtë shqetësim që është shqetësimi më i madh ku në tavolinë merren jo pak, por merren rreth, në rastin konkret, Partia Demokratike ka humbur rreth 4-5 mandate, po të shikosh rrethet, llogaritën e rrethave, sepse ka dalë koeficienti partisë së parë 9.500 vota, partisë së dytë 10.400 vota. Merr shikoj koeficient. 64 kishte në 2021. Po prandaj po të merr shikoj. E njëjta gjë është me partitë e vogla. Pse duhet të diskriminohen partitë e reja që kanë dalë?
Atëherë, sot ka ardhur momenti që ne jemi një vend mesatar, një vend të cilin kemi tensione, ne reflektojmë tensionin, ne jemi emocional, ne krijojmë trazira. Proporcional kombëtar nga Tropoja në Sarandë dhe nuk ka fare as emra se kush përfaqëson Tropojën, as emra se kush përfaqëson Sarandën, as kush përfaqëson Tiranën, as Korçën, as Durrësin, as Shkodrën. Proporcional kombëtar. Dhe këtu ke mbyllur gjithë debatin dhe sherrin. Njëre mirë. Debatet dhe sherrët, secili do i ketë brenda partisë së vet pastaj. Se kush do jetë në listë. Por aman e ketë mbyllur pjesën me proporcional. Dhe çdo vot të jetë e barabartë, si vota e atij që merret në Tiranë, si atij që merret në Shkodër, si atij që merret në Tropoj, si atij që merret në Korçë. Këtu vota zhvlerësohet. Pse ta zhvlerësojnë tavolinë? Tani do të thoni ju me drejtë kush e ka fajin. Dhe gjithmonë faji ngelet tek opozita, se prandaj se kuptojnë dot deputetët e opozitës kur debatojnë, se kuptojnë dot këtë pjesën që ore pse merrim me ne. Po merrim me ne sepse keni rënë dakord për miratuar kodin zgjedhor. E keni votuar. E keni votuar. Ata zoturin që kanë përgatitur ka një vite, në 2017-ën, 2021-ën, 2025-ën, ai drejtuesi Oja Gjulibashi të dali edhe thotë ju kërkoj ndjes se ju çova në Gremin të dorëzojë mandatin e tij dhe të iki. Kaq këtë du ta bëj. Se ka bërë ndryshime çeka ta shefi dhe ka marrë mandatin e kryetarit të KQZ-s nga 5 vjet e kanë bërë 7 vjet. E kanë marrë mandatin e antarëve të KAS-it nga 7 vjet e kanë bërë 9 vjet, e ke parti 9 vjet mandatën apo jo? Po 5 vjet e ka presidenti. Po çem këto mandate nga 9 vjet, a thua, po pse më çekin më marrën ata? Me ta pije kanë marrë? E pse duhet të lësh 9 vjet? Po më thëti mua, pse duhet të lësh 9 vjet, unë nuk e di. Çfarë përfaqësojnë? Atë i dushove të gjitha këto dhe kur erdhi puna për ente rregullator, e le 5 vjet. Pse? 5 vjet? Po sepse një nga ata antarët është pjesë e koalicionit ton, po që ne se duam. Po pse kështu do të vish pushteti? Ja, këto janë gjërat që nuk shkojnë. Nuk ka demokraci të vogël të brendshme. Nuk ka demokraci të brendshme, prandaj edhe nuk ka demokraci në tërësi. Dhe ne shpesh e kemi theksuar që si të jetë demokracia e brendshme një partie, ashtu do jetë edhe demokracia që do reflektojë nesër në qeverisje. Shqiptarët sot kanë më shumë nevojë për shkolla. Shqiptarët kanë nevojë sot për spitalet, vjen atje dhe nuk gjeni ilaçe, po vdesin. Shqiptarët kanë nevojë të bëjnë analizat dhe të mblidhet sot një komision, atë duhet kishin bërë, atë duhet kërkonte edhe opozita. Ore duam një komision për të shparë, për të verifikuar dhe trajtuar përse Covidi u trajtuar në Shqipëri në këtë gjendje dhe ata që humbën jetën, kush ishin shkaktar, se u majmën mjekët me miliona dhe tallëshën dhe i morën me qafë njerëzit. Kush e bëri? Kush e urdhëroi? Kush e projektoi? Kush e zbatoi? Pse nuk u bën një autopsi? U ka marrë ekspert në kohën e Covidit dhe me shumë debate madje. Me shumë debate sepse thoshin që ne edhe HIV-AIDSin që është një nga sëmundjet më të rrezikshme, i kemi bërë autopsinë për të parë shkakun e ndarjes nga jeta të qytetarit, por edhe për të parë a është bërë me rregull mjekimi ndaj këtij qytetari. Janë marrë njerëzit, rrinin për korridore, nuk u jepnin as për të ngrënë, as për të pirë, as oksigjen, i morën me qafë. Dhe apo tjetra, i fusin oksigjenin me shumicë si plasën mushkrit. Prandaj këto duhen trajtuar. Duhet trajtuar çfarë do bëhet me fëmijët e çerreve dhe kopshte, se njerëzit s'kan mundësi të paguajnë lek. Po vend të private atje dhe paguajnë 5 fish nga 130.000, 150.000, 160.000 lekë për një fëmijë në muaj për çerrë dhe kopshte. Sepse nuk ka kushte shteti. Po përçë pagojmë taksat ne? Nuk ka ilaçe. Po përse? Po e diti sa pagojmë ne sot për sigurimet shëndetësore? 250 milion euro në vit. Ku vjen këto 250 milion euro në vit? Për çfarë arsye shpenzohen? Nesër do jetë takimi, pjesë e vazhdimësisë të këtij takimi, po do jetë për sa i përket nivelit ekonomik dhe Bashkimi Evropian ka një projekt që mund t'i japë Shqipërisë rreth 1 miliard euro për të investuar në infrastrukturë dhe në ekonomisë, në projektet sociale dhe politike. Unë po them shumë pak. Nëse ne do ecim me këto ritme që Bashkimi Evropian do të japi nga 1 miliard euro, dhe këto do t'i kishin kërkuar dhe sot vendeve pjesëmarrëse, qoftë edhe këtyre të cilët nuk kanë atribut për të dhënë para, qoftë edhe një qindark nga Bashkimi Evropian se s'marrin dot vendimarrje, po të paktën nga ana e tyre të kishin krijuar një klauzul që të rrisin buxhetin. Ashtu sikur se i dhan Greqisë para 10 vjetësh, kur ishte një krizë të madhe që i jepnin nga 40 miliardë euro, arritën deri 120 miliardë euro Greqisë, dhe mezi doli Greqia pas 10 vjetësh, 120 miliardë euro. Tani e kuptoni se çfarë do bësh me 1 miliard euro në vit?
Mund të jetë për 2 dhe për 3 vjetë, sepse ai tha do japim dhe 1 miliard euro, po nuk i dihet se për sa kohë është. Shqipëria që të dalë nga kjo krizë ku jemi ne sot, që të bëjmë të denjë për Bashkimin Evropian, na duhen minimalisht 5 miliardë euro në vit. Vetëm për infrastrukturën. Ne duhet të hapim nga themelet, me ujë të zeza, me të bardha, me energji, me elektrik, me rrugë, me kanalizime, me bujqësi, me pjesën e infrastrukturës. Si mund të shkojmë në Bashkimin Po pikërisht për prandaj po them. Ai ke pa jashtë. Do të energjia më vogël për mbytje qyteti. Sa po janë bërë investime? Pse? Pak, po është shumë kontradiktore. Sepse veti ca tupa të vogla atje. E kërkojnë që të mbyllim, shihesh e. Natyra nuk i dihet. E nuk e parashikojmë dot. E parashikojmë që do bie, por nuk e dim se sa bie. Prandaj po them që ne po nuk bëjmë një infrastrukturë të tillë që ta çojmë rrugën, elektrikun, ujin e pishëm. E kuptojnë që vetëm për të rregulluar ujin e pishëm në Shqipëri sot që po flasim ne, për t'ia çuar shqiptarëve në derë ujin e pishëm, për ta marrë në gjitha zonat, na duhen minimalisht 50 miliardë euro. 50 miliardë euro që ne të marrim ujin, ta çojmë ujin edhe në Bregdet, mos marrim ato ujin e kanaleve të lajnë që vjen në erë, e slash do të infektohen, e thonë gjithë ore jemi bërë me puçra, me pulla, se uji ka sa të duhet. Shqipëria është vendi i tretë për numër popullsie dhe territor në Europë për prodhimin për të burimet ujore. Prandaj ne na duhet rreth 50 miliardë euro. Vetëm për të sjell ujin në çdo shtëpi, në çdo hotel, në çdo qendër. Ndërkohë kam një informacion zoti Musaj, që zoti Berisha sapo ka zbritur në Rinas. Rrezik do shtyjnë akoma, do vazhdojnë të shtyjnë ata derisa vi Berisha. Do t'i bashkohet nga mbështetjen protestuesve. Do të vazhdojnë. Problemi është që unë jam pro dhe e kam theksuar dhe e theksoj jam pro të gjitha llojeve të protestave. Ashtu sikur se kam qenë pro të gjitha protestave që bënte Partia Socialiste. Një popull i cili flegjum, që nuk proteston, një popull të cilit i mungon sindikatat, të cilat duhet të jenë shpirti dhe zemra që do mbajnë gjallë popullin dhe kombin dhe që do të rëndisin nga themelet qeverisjet, cila do qoftë, se mos keq kuptojmë sikur ne po flasim tani me qenë se është Partia Socialiste pushtet. Unë jam në parim për gjitha llojet e qeverisë. Nëse ne nuk kemi sindikata, nëse ne nuk kemi organizata studentore të fuqishme, të cilët nuk duhet bëjnë asnjë kompromis me asnjë lloj partie politike, por do të bëhen dhe do jenë pjesë dhe ka e partive politike për interesat e tyre studentore dhe të nivelit arsimor, kur ata shikojnë që pedagog krijojnë lloj veprimesh të ndyra dhe të turpshme ndaj studentëve dhe studenteve, kur kërkojnë para, kur konviktet janë kthyer në vende të cilat nuk rrit dot, kur shumica e studentëve që vinë në Tiranë kanë marrë shtëpi me qira dhe prindrit roptohen në mëngjesin dak se nuk i pagojnë dot se vinë arrethet. Për këto duhet çohen në këmbë dhe për këtë nuk duhet të tolerojnë. Kur minierat po na sjellin vdekje për ditë miratorë dhe asnjë sindikat miratorësh nuk çohet të bllokojë minierat. Ja, këto janë problemet që unë mendoj që duhet që t'i trajtojmë. Ashtu sikur se thashë gjepar që pak më parë që ne nuk mund të pranojmë që fëmijët shkollat po braktisen, shkollat kanë ngelur bosh, të rinjt po ikin, sepse fëmijët e të gjithë agallarëve, oligarkëve dhe të gjithë funksionarëve janë jashtë shtetit, në shkolla të mira, me para, u kanë blerë dhe shtëpi, madje një pjesë i kanë futur dhe në përpunë, në për ambasada, dhe të rinjt dhe fëmijët shqiptar derdhjen në për rrugët e Shqipërisë për të kërkuar për të punuar për të nxjerrë copën e bukës. Dalemi pak tek samiti zoti Musaj, por e kombinuar patjetër edhe me protestën. Si gdhiet nesër Shqipëria, si do të zgjohet pas këtyre dy ngjarjeve? Unë mendoj që kjo është një pyetje me shumë vlera, sepse në fundit çdo lloj aktiviteti që zhvillohet, përtej asaj që tham neve, PR-it, vlerave, vëmendjes ndërkombëtare, çfarë përfiton qytetari nesër mëngjes? Do jetë më pak i varfër, do jetë më shumë i motivuar, do ketë një vend më shumë pune për këtë, do ketë më shumë rritje rroge, do ketë më pak emigrantë që kanë bërë çantën edhe valizën gati për të ikur. Nëse ne do ta shikojmë në këtë sy, atëherë unë them që ne kemi bërë një vlerësim të drejtë, sepse kemi respektuar në fundi vetveten tonë. Të gjithë ata që kanë ardhur, zonja dhe zotërinj, burra dhe gra të nderuara,
kanë ardhur me avion, shumica personal të shteteve të tyre, mbaruajnë këtë mision dhe ikin, sepse ashtu i ka përcaktuar aktivitetin qoftë Bashkimi Evropian, qoftë edhe kjo organizata të cila i ka sjell. Problemi është që çfarë do të bëjmë neve, problemi është që a jemi ne më mirë, a kemi ne më shumë ndryshim dhe a do e pranonte dikush tjetër që një luks të tepruar, siç rëndom në Shqipëri, ta pranoj dhe popujt e atyre vendeve në të cilat kanë ardhur këta liderë. Betejë e opozitës do të vijojë, duke patur parasysh se sa e njihni, se sa jeni marrë me të dhe jo vetëm, dhe sa fort të përgatitur janë figurat e saj kryesore. Jo, unë e vetme gjë që mua më shqetëson është vetëm hetimi. Nuk ka rëndësi nëse do e njohin apo s'do e njohin zgjedhjet. Do e pranojnë apo s'do e pranojnë Ramën kryeministër. Do kërkojnë dorëheqjen apo s'do kërkojnë. Unë jam për hetim. Në qoftë se ne nuk kërkojmë hetim të thelluar deri në qelizë. Me SPAK-un dhe task force në terren e kishim zoti Musaj. Nuk i ka evidentuar SPAK të gjitha këto raste nëse ka patur sipas pretendimeve. Fakti është që ne nuk kemi qëndrime dhe veprime, do të thotë që ose se ka pasur mendjen, ose ka diçka tjetër në mendje dhe i mban, por kam frikë se po të ndodhi siç ndodhi me dosjen 184 dhe 339 në Dibër dhe në Durrës, ku të gjithë bënin biseda dhe i thoshin ti do të bëjmë shef policie, ti do të bëjmë drejtor, ti do të bëjmë shef qafkollimi, ti do të bëjmë zëvendësministër. Mua nuk më duan këto. Problemi është qëllimi, do të kemi parasysh që në një sistem shoqëror të caktuar. Këto dy dosjet janë në tim, një pyetje shumë kështu. Çfarë vlerë ka? Çfarë vlerë ka? Ka ndodhur ngjarjet në 2020-ën dhe në fillim të 2021-shit. Sot jemi 2025, çfarë vlerë ka? Nuk ka asnjë vlerë. Po çfarë vlerë? Vlerën e dikush e ka. Sot vlerën e nuk ka rëndësi që t'i vemi t'i çojmë dikujt një ëmbëlsirë që është shtruar në spital se është smur. Problemi është që ne duhet ta kishim parandaluar që ai të mos smurej. Prandaj të themi që profilaksia është ilaçi më i mirë sot në botë për shëndetin, për ekonominë, për shoqërinë, për institucionet. Qofse ne do ta kishim parandaluar, atëherë do të themi që po, ne bëm kaq sa mundëm. Tani u mblodhën 3 institucione, u mblodh KQZ-ja, u mblodh SPAK-u, u mblodh prokuroria, drejtuesi politik i një partie në televizion live 40 minuta bën thirrje dhe nuk i vete policia me 6 telefonata, u shqyen brenda dhe jashtë vendit, do të thotë që nuk ka dëshirë politike dhe nuk ka vullnet politik që ta zgjidhësh. Çfarë vlerë ka për mua nesër që ti mor ato drejtoreshën aty që ishte atje dhe iku? E more ndalove, e shoqëroi, filloi procedim. Çfarë vlerë ka për mua? As më intereson fare më. Mua do më interesonte që ti si grup i gatshëm, sepse edhe grupi i gatshëm i SPAK-ut nuk ju përgjigj telefonatës që të kishe vajtur, të kishe bllokuar zyrën atje ku ishin mbledhur, të kishe bllokuar laptopët, të kishe bllokuar dhe gjitha pajisjet, do të shikoje se me kë kombinonin. Unë nuk e di, sepse nuk jam marrë dhe nuk është fusha ime që t'jem ekspert. Por di një gjë që këto gojët e liga thoshin që sa herë që vish gishti në pajisjen, e gjitha të dhënat e ati personi që vinë në gishtin, vinë në një kompjuter si punë e këtyre që ishin në për këtoj qendrat, që thoshin po filani votoj, po pritë se s'ka votuar dhe ata 2 pjesëtarët e familjes vetë, ku janë, edhe fillon dhe zinxhiri, ja çoni krye patronazhistit të qytetit, ai ja çonte të lagjes, ai ja çonte të pallatit. Ja këtë duhet kishte bërë. Po të kishe bërë këtë, nuk do kishe më nevojë dhe nuk do merresh me njeri që të futesh drejtë të dhënat personale. Thashë një herë, unë nuk e kam ngarkesë politike, po ti për ngarkesë politike më shumë preferoj dhe përfaqësoj të majtën e varfër se sa të djathtën oligarkike. Sa për dini. Por unë nuk mund të pranoj që dikush të futet deri te targa jote e makinës, deri tek nuk bërdoroja jote, deri tek pjesëtarët e familjes tënde, deri tek biznesi i atij komshiu dhe atij tjetrit, kë kanë punë, sa merr, sa paguan, ça malli merr, çfarë shet, pse ç'punë ke ti si patronazhist, pse duhet merresh ti me këtë punë?
dhe filluan edhe ato humori i madh. Para një 2 muajsh kisha një grimc në formë pamfleti të një Fasili Goga, një nga pamfletistët e shkëlqyer, që thoshte që nuk duhet të di as për asnjë nga pjesëtarët e familjes time, as për fëmijët, as për gruan, as për prindrit, por minjoja më e madhe më ngelet për një gocë e cila mora vesh që ishte patronazhiste e lagjes. Se sa dola te shkalla, më erdhi me tuf me lule, e më tha ta gëzosh ditëlindjen. Pa ai vetëm ajo e mban mend që unë atë ditë kisha ditëlindje se ata të shtëpisë nuk u kujtuan njëri tha. E kupton sa ironike është apo jo? Ku ka arritur ngarkesa ironike e njerëzve. Për të qeshur është që edhe për të qarë, zoti Musaj, unë jam shumë i bindur për këtë, por gjithsesi mbetet gjithmonë shqiptari mbetet. Jo, jam dakord, prandaj duhet i vija ka pak sa aty me drejt që çfarë duhet të bëjnë. A janë të përgjegjshëm që t'i vënë gjëra deri në fund opozita, të mos lër gur dhe kusur vetëm për të faktuar dhe pastaj duke pasur dosjet dhe të çojë dosjet edhe Bashkimit Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe gjykatave europiane, të çojë të gjitha. Në fundit ndërkombëtarët nuk dinë se ç'a ndodh në Shqipëri. Neve dim ç'a ndodh në lagjen tonë. Ne dim ç'a ndodh në XY, sepse kaq jemi ne. E po themi ne për një filanin Durrës, e një filanin në Elbasan, të gjithë dalin të njoftur. Problemi që ata duan faktet. Mirë çik dokumentat, thotë ai flet me bazë të dokumentave dhe fakteve. Ai nuk flet me bazën e orientimeve apo mbi bazën e bindjeve të gjithë kujt për çfarë do lloj arsye dhe qëllimi. Dua të ndalim në këto minuta të fundit, zoti Musaj, pak edhe tek organizimi i samitit, duke qenë se është një nga ngjarjet kryesore. Sa kemi patur të tilla evente në Shqipëri, kemi qenë gjithmonë unik, të veçantë dhe të kujdesshëm për të kujdesur deri në detajin më të fundit. Si keni parë ju sot pritjen, pavarësisht se shiu bëri të vetë. Ai ishte një fatkeqësi, në fakt dikush mund të ketë gëzuar, por t'ua them sinqerisht dhe me shumë me keqardhje të madhe që ndoshta Shqipëria është një vend me plot diell dhe dritë. Ne kemi thënë që Shqipëria ka rreth 290 ditë diell në vit dhe është fatkeqësi e madhe që pikërisht sot që duhet të ishte më shumë se kur dielli të shkëlqente, jo thjesht për realitetin që ne jemi, por edhe për treguar që ne jemi një vend i begatë dhe që meritojmë shumë, meritojmë edhe mikpritjen, edhe dashurinë, edhe ambientin, sepse është pikërisht kjo klimë që na ka bërë kaq të adhuruar edhe me miq ndërkombëtar, të cilët e thonë që kur veten në Shqipëri nuk ndjen dot rezerva, sepse ka një lloj mikpritje të jashtëzakonshme dhe kjo është pjesë e traditës sonë kombëtare dhe të trashëguar. Dhe sinqerisht më vjen shumë keq që ndodhi një gjë e tillë, por gjithsesi ai ishte një mikpritje të cilës për mua do të ishte në nderin e të gjithëve palëve, qoftë kryeministit si organizatori, por edhe të partive politike shqiptare, të cilët të ishin pjesë e kësaj mikpritje për të treguar që në fundit ne jemi bashkë për çështjet madhore në Shqipëri, për çështjet e tjera brenda Shqipërisë do t'i zgjidhim një pjesë vetë dhe një pjesë me mbështetjen e faktorit ndërkombëtar ku ne kërkojmë të aderojmë, por do të ishte mirë që të kishte përfaqësues minimalisht të 2-3 partive kryesore në vend, të komuniteteve fetare, të cilët nuk i pam gjëkundin fare, ku neve në fundin e mburremi dhe neve nuk lëm as kur ka Bajram, as kur ka Novruz, as kur ka Pashk, u shikojmë politikanët me vrap atje për të larë mëkatet e tyre, sepse e din shumë mirë që nëse do bëhet një sondazh siç është bërë, që pjesa më e respektuar në vendin tonë janë pikërisht komunitete fetare, të cilët kanë një harmoni, edhe pse ne kemi 4 komunitete, ato janë harmoni të plot me njëra tjetrën, dhe këta duan të marrin pak nga ajo mirësi, nga ai sheqeri i tyre. Dhe e mira ishte që t'ishte ftuar. Nuk e di, ndoshta në drekën mbasi i ka ftuar apo në darkën, por nuk do ishte keq, sepse kam parasysh që edhe në Francë kur ndodhi ngjarja e madhe e Charlie Hebdo për tragedinë me gazetarët e revistës karikaturiste, një nga vlerat e një nga posterat që ka bërë xhiro në botës dhe që do mbahet mend gjatë dhe që qëndron, është pikërisht fotoa ku 4 besimet fetare shqiptare parakaluan në rrugët e Parisit. Kështu që mendoj që do të ishte kjo do ishte një gjë e mirë, ndoshta organizatorët kështu e kanë parë.
Duhet pranuar fakti që kryeministrit i pëlqen çik personalizimi, do që t'i marrë të gjitha për vete, është vështirë që të lëshoj nga pak edhe për tjerët. Ndikim pak zotin Balliu, regjia ma mundson pak audion e zotit Balliu? Kam kërë familje e sërë shqiptari. Në qërë të të, dhe juve e Rama, me bandën që rëfoj të vazhdojnë pushtetin e tyre, në Shqipëri do të mbeten vetëm salatitot e qeverisë dhe shqiptarët të targojnë në moment. Mirë, kemi njëkur deri në këto momente dhe fjallën e zotit Balliu, i cili është pjesë e protestës së thirrur nga Partia Demokratike ditën e sotme. Me zotin Musaj do ta mbyllim me këtë pyetje të fundit. Zoti Balliu theksoi që bëhuni bashkë për të vijuar betejën. Sa vite do të zgjat kjo betejë, zoti Musaj, se janë 12 vite? Edhe sa të tjera? Absolutisht duhet ta fillojnë nga ajo që unë thash pak më parë, që sensibilizimi duhet filloj nga vetvetja, grumullimi të gjitha dhënave, fakteve, provave, nëse kanë ditur t'i ruajnë, t'i mbajnë, t'i menaxhojnë, t'i përgatisin, t'u dërgojnë institucioneve shqiptare të gjykatave, qoftë të KQZ-s, qoftë të gjykatave, t'i nisin dosjet dhe të lobojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në fund, për mua, gjithmonë, ai që vendos, që vulos do jenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në momentin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do flasin, të gjithë tjerët pastaj duhet të ulen dhe fillojnë të reflektojnë dhe të mendojnë për të ardhmen. Qofse Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të mbajnë qëndrimet e tyre dhe do të japin orientimet e tyre dhe kushdo qoftë do ta gënjejnë mendja që nuk duan të zbatojnë ose do vinë vërdall, ta harrojnë që Amerika nuk gabon kollaj, nuk harron kollaj dhe nuk të fal. Faleminderit shumë që ishe sot në faksion zoti Musaj, si gjithmonë është të kënaqësi të kemi analizën tuaj. Faleminderit juve dhe mbarësi. Mirë, ne kemi qëndruar deri në këto momente me zotin Ëngjëll Musaj, drejtori i gazetës Telegraf, teksa ndjekim të gjitha zhvillimet nga protesta.